Kështu që kjo pjesë e inflacionit nuk do të ndalet me 3.9 ose rreth 4%, mirë po kjo kam frikën që do shkoj duke u vazhduar nëse i shohim indikacionet që kemi sot në fuqi. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që me ndërhyjmë sparimi pas institucionet fuqi plote dhe nëpërmjet ligjit buxhetit që është ligji më urgjent që duhet të sillet më njëherë nga qeveria e re dhe nga kuvendi i ri të aprovohet, nëpërmjet këtij ligji të buxhetit të parashifet edhe një paketë që me mbështet qytetarin e Republikës Kosovës, po në një farë forme me marrë masat që me stagnu ose me ngadalësu rritjen e inflacionit. Po, kushtrim si të mbrohet konsumatori apo qytetari nga kjo rritje çmimeve, si duhet të qasen institucionet, një paket e propozoi zoti drejtori i Odes Ekonomike, por si duhet të qasen? Shiko, na prej edhe herën e kaluar themi kur ishin çështjet e ndërlidhura me rritjen e çmimit 16.1%, po pastaj që ndodhi procesi liberalizimit, pra në pjesën e 16.1-shit, ne si komuniteti biznesit për shembull kemi kërkuar qeverisë të paktën tatimin për këto produktet esenciale, le ta pezulloj përkohësisht, tek se ka atë mundësi që të paktën të ketë një ndikim sadokudo, po nuk kishte një gatishmëri dhe nuk e kemi parë fare gatishmërinë institucionale për të gjendur qytetarëve, sepse kjo çështja e një veprimi si çështja e rritja e çmimit të energjisë ka këtë elementin zinxhiror, domthonë ne gjithë si komunitet kemi thonë që ka me pas ndikim të jashtëzakonshëm negativ në të gjithë sektorët dhe këto po vërtetohen tashmë siç i përmendi edhe zoti Rafuna dhe po vërtetohen edhe me dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Edhe fatkeqësia është se ky themi zinxhiri negativ nuk përfundon me kaq, për shkak se jo çdo vendim që merret që është edhe negativ në këtë rast e ka ndikimin e vet të menjëhershëm në gjithçka. Ka edhe të vazhdueshëm. Me sidomos tash kur jemi në këtë periudhën ku ZRE është ka i merr themi këto propozimet e reja për tarifat e reja të energjisë që sipas informatave të fundit aktuale që i kemi gjitha aktorët që janë përfshirë në sektorin energjetik në këtë rast kanë kërkuar rritje të hyrave të tyre që do të bie padyshim në kurrez të neve si qytetarë dhe si konsumatorë.